2 javë pas përfundimit të zgjedhjeve lokale, kandidati për kryetari komunës së Te Arcës nga koalicioni Vlen, Daut Memishi, dhe zyrtarisht sot ka marrë detyrën në krye të kësaj komune. Ai fillimisht është pritur nga administrata e komunës së Te Arcës, ndërsa më pas dhe nga ish-kryetari Nuhi Neziri. Pas marrjes së detyrës nga ish-kryetari i kësaj komune Nuhi Neziri, kryetari i ri Daut Memishi tha se do të jetë në shërbim të qytetarëve dhe se do të punojë përkushtuar për të realizuar premtimet e dhëna, duke nënvizuar se komuna do të jetë një derë e hapur për qytetarët. I nderuar kryetar Nuhi Neziri, falënderit për mikpritjen gjithë administratës së komunës së Te Arcës. Ndjehem tepër i nderuar, njëkohësisht ndjej obligim para gjithë qytetarëve për gjitha zotimet të cilët i kemi premtuar në kampanjën zgjedhore që t'i realizojmë dhe komunën e Te Arcës ta ngrisim në një piedestal shumë të lartë, ashtu siç gjithë ata të cilët kanë kontribuar edhe në të kaluarën, do t'i kem krah meje që një herë për gjithmonë komuna e Te Arcës të zhvillohet ashtu siç i ka hije si në komunat e tjera. Realisht janë bërë shumë përparime në komunën tonë, mirë po asnjëherë nuk është mjaft dhe çdo herë do të duhet komuna e Te Arcës të jetë në nivel më të avancuar si në aspekt infrastrukturor, në aspekt të arsimit dhe në sport dhe në gjitha sferat tjera të mundshme. Unë ju garantoj një gjë qytetarëve që do të jemi përkushtuar ashtu siç kam premtuar gjithmonë 24/7 do të thotë për të dhënë më të mirën e mundshme nga vetvetja ime, gjithashtu edhe me gjithë stafin, sepse dihet që individi është i pamundshëm vetë t'i lëviz punët përpara pa një administratë të fuqishme dhe pa njerëz të cilët ja duan të mirën vendit tonë, dhe unë shpresoj që komuna e Te Arcës pas 4 viteve do të jetë shumë e përparuar dhe shumë e mirë në aspektin infrastrukturor dhe në gjitha sferat e tjera. Tani më, ish-kryetari i kësaj komune Nuhi Neziri i dëshiroi suksese kryetarit të ri në menaxhimin e komunës së Te Arcës, duke e porositur që të vazhdojë të realizojë projektet e filluara. Sot, pra siç e shihni vetë, jeni dëshmitar të pranim dorëzimit të detyrës dhe në këtë momente fjalët e mia janë falemnderuese për gjithë këtë rrugtim 4 vjeçar me të gjithë qytetarët e komunës sonë, për të cilët ata kanë qenë bashkëveprues dhe bashkërendues për çdo aktivitet në të cilën ne kemi udhëhequr dhe kemi menduar se i cili është drejt realizimit të kërkesave të tyre. Andaj sot përmbyllëm në një bashkëbisedim të drejt për drejt me kryetarin e ardhje, zotin Daut Memishi, i cili mori detyrën përsipër për të vazhduar e veçanërisht projektet të cilat janë në rrjedhën e kohës së realizimit të tyre gjatë këtij viti kalendarik, i cili do të jetë në vazhdim të përmbylljes së tyre. Gjithsesi, ne ndam edhe të gjithë vizionet të përbashkëta për të cilët duhet komuna të marrë përsipër dhe të ketë në synimin e saj kryesor për realizimin e të gjithë kërkesave të qytetarëve të gjithë vendbanimet të cilët gravitojnë në komunën tonë. Edhe një herë, zoti Dautit, i uroj shumë suksese, punë të mbarë dhe gjithmonë komuna të jetë ajo e cila do të ketë prioritetet për realizimin e gjithë kërkesave të qytetarëve të komunës sonë. Ndryshe në zgjedhjet e 19 tetorit, Daut Memishi arriti të marrë 5247 vota, ndërsa kundër kandidati Nazmi Taipi nga koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim mori 3855 vota. Përsa i përket Këshillit Komunal në Te Arcë, koalicioni Vlen ka marrë 4433 vota dhe do të ketë 8 këshilltar. Aleanca Kombëtare për Integrim ka marrë 3375 vota dhe do të ketë 6 këshilltar, ndërsa VMRO DPMNE do të ketë 1 këshilltar.